Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Njohim me zhvillimet e ditës. Internacionalja Demokrate e Qendrës së Djathtë ka miratuar rezoluton e propozuar nga Partia Demokratike që denoncon parregullësitë dhe manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit. Kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi këtë si një dënim të qartë në nivel ndërkombëtar për procesin zgjedhor në Shqipëri, ndërsa theksoi se zgjidhja e vetme është qeveri teknike dhe ripërsëritja e zgjedhjeve. Zgjedhjet vendore të 11 majit janë ndëshkuar në nivel ndërkombëtar. Kështu deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një konference për media, duke u referuar miratimit të rezolutës nga Internacionala Demokratike e Qendrës së Djathtë, një organizatë që përfshin 108 parti të djathta nga mbar bota. Internacionala Demokrate e Qendrës denoncon botërisht atë që ndodhi me 11 maj në zgjedhjet në farsën e 11 majit në vendin tonë. Votuesit ju nënshtruan presionit sistematik, survejimit, friksimit dhe blerjes masive të votës. Partia Socialiste në pushtet i ka fshirë kufit midis shtetit dhe partisë duke përdor institucionet publike dhe burimet shtetërore për përfitim partjak në kundërshtim me parimin që shteti duhet të jetë i ndarë nga partia në pushtet. Në këtë deklarat, Berisha akuzoi edhe komisionerin e ankesave dhe saksioneve në KQZ, i cili rrëzoi kërkesën e 4 kandidatëve të opozitës për rinumërim të votave. Zhurmë për asgjë, është zhurmë për asgjë. Pse? Ja u shpjegoj unë. Pse të 4 këta kanë të drejtë të depozitojnë paraqesin ankesën pranë përfaqësuesve tanë në KQZ dhe përfaqësuesit tanë në KQZ do e paraqesin siç dëshirojnë ata kërkesën për pranë KQZ-s. Krahas kryeministrit Edi Rama, i cilësuar si përgjigjës kryesor për manipulimet zgjedhore, Berisha drejtoi gishtin edhe ndaj SPAK-ut, ku sipas tij nuk ka vepruar për të hetuar krimet zgjedhore. Formaliteti s'ka asnjë vlerë. Një akt formal, ja çfarë thot rezoluta për SPAK-un e Edi Ramës. Një institucion kryekuput i varur nga qeveria që praktikon persekutimin e opozitës dhe impunitetin ndaj krimeve elektorale. SPAK-u del këtu siç është. Sipas tij, zgjidhja e vetme për të rikthyer besimin tek votat është krijimi i një qeverie teknike, përsëritja e zgjedhjeve në një proces të lirë të ndershëm. Ecim me të tjera informacione, një konflikt i nisur mes dy familjeve në Flak përfundoi me plagosjen e 36 vjeçarit Arbëri Goria. Policia njoftoi se autori është 30 vjeçari Kit Kazazi, i cili pas një ndjekje me makinë dhe të shtënave me armë, plagosi rënd të riun. Autoritetet po vijojnë kërkimin e tij. Pas ditën e së premtes në zonën e Flakos u shënua një ngjarje e rëndë me armë zjarri ku mbeti i plagosur 36 vjeçari Arbëri Goria, banues në Kavaj. Sipas hetimeve të policisë së shtetit, konflikti filloi si pasojë një grindje mes plagosurit dhe babait të autorit 30 vjeçarit Kit Kazazi. Uniformat blu tregojnë se pas një ndjekje me automjet ku 36 vjeçari Goria po lëvizte me një makinë, Kazazi e ndoqi me një Ford Focus dhe gjatë momentit të parakalimit hapi zjarr ndaj tij. Si pasojë, Goria u plagos rënd nga të shtënat me armë. Në makinë ndodheshin dhe dy të mitur 14 dhe 15 vjeç, të cilët fatmirësisht nuk pësuan lëndime. Burimet nga policia informojnë se motivi i ngjarjes lidhet me një konflikt të mëparshëm ku disa ditë më parë i plagosuri kishte ushtruar dhunë ndaj babait të autorit. Pas mbledhjes së provave dhe dëshmive nga vendi i ngjarjes, uniformat blu janë vënë në kërkim intensiv të autorit Kit Kazazi, i cili është shpadhur në kërkim. Ngjarja ngre pikpyetje të forta pasi 36 vjeçari ishte plagosur edhe në një tjetër atentat të ndodhur 2 vite më parë. Policia apelon tek qytetarët që të japin çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorit dhe garanton se do të bëjë maksimumin në zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe sigurisë në komunitet. Një operacion i koduar Double ka rezultuar me arrestimin e një 30 vjeçari në Maminas Shiak, i kapur në banesën e tij me armë zjarri pa leje. Në fokus të këtij operacioni janë shtetasit që mbajnë armë në mënyrë të palishme dhe që paraqesin rrezik për sigurinë publike.
Policia e Durrësit, me mbështetjen e inteligjencës policore, zhvilloi operacionin Double në banesën e Sajmir Sefaj, 30 vjeç, në Maminas të Shijakut. Gjatë kontrollit të kryer, u sekuestrua një Kalashnikov, një pistolet, 4 karikator dhe 157 fishek, të cilët mbaheshin pa leje. Sajmir Sefaj u arrestua në vend për posedim të armëve të zjarrit pa leje, ndërsa babai i tij është shpallur në kërkim nga policia për të njëjtën vepër penale, duke vijuar kërkimet për kapjen e tij. Ky operacion erdhi si pasojë një fushate të gjerë për parandalimin e posedimit palishëm të armëve, që përbën një kërcënim për sigurinë e qytetarëve. Materialet procedurale janë dorëzuar pranë prokurorisë së Durrësit, e cila do të marrë masat ligjore ndaj të arrestuarit dhe personave të tjerë të përfshirë. Policia apelon qytetarët që të bashkëpunojnë dhe të denoncojnë çdo rast të dyshuar për ambajtje të palishme në mënyrë që të forcohet rendi dhe siguria në komunitet. Një operacion i kutuar i zhvilluar në Komisariatin e Policisë numër 3 në Tiranë përfundoi me sukses me kapjen e 43 vjeçarit Klement Zguro. 43 vjeçari rezultoni dënuar nga gjykata e apelit Korçë në një dënim prej 11 vitesh burg për kryerjen e veprave penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Policia e Tiranës ka realizuar një tjetër operacion të suksesshëm për kapjen e personave të shpallur në kërkim për veprat penale serioze. Gjatë këtij operacioni i koduar u arrestua në rrugën Mikel Maruli Klement Zguro, i njohur ndryshe si Kaçolli, banuese në Tiranë. Zguro rezultoni dënuar nga gjykata e apelit Korçë me një dënim prej 11 vitesh burg për kryerjen e veprave penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Sipas autoriteteve, ai kishte ende për të vuajtur 8 vite e 11 muaj nga dënimi total. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit numër 3 të Policisë së Tiranës pas një pune intensive hetimore dhe verifikimesh të detajuara që mundsuan lokalizimin dhe ndalimin e të kërkuarit. Pas arrestimit, Klement Zguro u dorëzua menjëherë pranë drejtorisë vendore të Policisë Korçë për të vijuar procedurat ligjore dhe ekzekutimin e dënimit. Policia e Tiranës njofton se do të vazhdojë pa ndërprerje punën për identifikimin dhe kapjen e personave në kërkim, duke synuar garantimin e sigurisë publike dhe sundimin e ligjit në territor. Prokuroria e Tiranës ka çuar në gjykim 13 persona, përfshirë 10 zyrtar publik dhe 3 administrator kompanish private të përfshirë në një skenë të dyshuar korrupsioni dhe falsifikimesh në trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore. Hetimi nisi pas një kallëzimi të një gazetari investigativ dhe zbuloi shkelje të rënda në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe dhënies së kontratave publike. Një hetim disa mujor i prokurorisë së Tiranës i nisur nga kallëzimi një gazetari investigativ ka zbuluar një skem të gjerë bashkëpunimi mes institucioneve publike dhe subjekteve private për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore. Në përfundim të hetimeve janë dërguar në gjyq 13 pandeor, nga të cilët 10 janë inspektor dhe zyrtar të institucioneve mjedisore që akuzohen për shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, këta zyrtar kanë firmosur inspektime formale, kanë pranuar dokumente të falsifikuara dhe nuk kanë verifikuar realisht gjendjen në terren. Në listën e të pandehurve janë dhe 3 administrator kompanish, Elvis Miri, Elidiana Shehu dhe Laert Shehu. Ata akuzohen për falsifikim dokumentash pasi kanë paraqitur deklarime të rreme për pajisjen e sterilizimit të mbetjeve të rrezikshme, duke përfituar kontrata publike në mënyrë të palishme. Veçanërisht Elvis Miri, administratori i kompanisë, është arrestuar me kërkesë të prokurorisë së Tiranës. Ai dyshohet se përfitoi mbi 65 milion lek përmes tenderave të Spitalit Beratit, pa pasur pajisjet e nevojshme për riciklem dhe duke shkaktuar dëme mjetësore. Prokuroria ka administruar dokumentet, provat fotografike dhe dëshmitë të cilave sipas saj vërtetojnë bashkëpunimin e qëllimshëm me zyrtarëve publik dhe kompanive private për të manipuluar procesin e pajisjeve me leje mjedisore dhe përfitimin të fondeve publike. Dosja tashmë është në gjykat, ndërsa organi i akuzës thekson se hetimet janë një hap i rëndësishëm për ndëshkimin e abuzimeve në sektorin e shërbimeve mjekësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Policia ka zgjesuar 1233 bim kanabis të kultivuara në Shalë, Pult, Postrip dhe Shkrel në Shkodër, ndërsa ende nuk dihen autorët. Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj kanë finalizuar operacionet policore të koduar koordinata. Policia e Shkodrës ka zgjesuar mbi 1200 bim kanabis në zonat të thella malore të qarkut
ndërsa janë vënë në hetim dy punonjës shtetëror për moskallëzim krimi dhe shpërdorim detyre. Policia e Shkodrës ka goditur një tjetër rast të kultivimit palishëm të bimeve narkotike në zonat të thella malore të qarkut. Si rezultati i një operacioni të goduar koordinata, janë asgjësuar gjithsej 1233 bimë të dyshuara kanabis sativa. Operacioni ushtri në zonën e Shalës, Pultit, Postribës dhe Shkrelit, ku pas kontrolleve të imtësishme u evidentuan 777 fidan dhe 456 bimë kanabis, të cilat u asgjësuan në vend nëpërmjet djegjes. Për këtë rast janë vënë në hetim dy punonjës shtetëror, një specialist pyjesh dhe një roje mjedisore, të dyshuar për moskallëzim krimi dhe shpërdorim detyre, pasi dyshohet se kanë qenë në dieni të kultivimit të këtyre bimeve, por nuk e kanë raportuar. Ndërkohë, autorët e kultivimit janë identifikuar dhe policia po vijon punën për dokumentimin e plotë të këtij aktiviteti kriminal. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër theksojnë se kontrollet intensive do të vazhdojnë në të gjithë territorin me fokus të veçantë në zonat e thella malore, me qëllim për ndalimin dhe goditjen e kultivimit palishëm të lëndëve narkotike. Një 48 vjeçar nga Lushnja u arrestua në pikën kufitare të Kapshticës pasi tentoi të fuste në vend 10 rastega cigaresh dhe ushqime të padeklaruara. Madrat u sekuestruan dhe ndaj tij nisi procedimi për kontrabandë me madraj që i nënshtrohen Një sasi cigaresh dhe ushqimesh të padeklaruara u bllokuan nga policia kufitare në pikën e kalimit të Kapshticës, ku arrestua në flagrancë një 48 vjeçar që tentoi të fuste kontrabandë në Shqipëri. Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte shtetasi nga fshati Plug i Lushnjës, shërbimet kufitare zbuluan të fshehura 32 stega cigaresh dhe produkte ushqimore, të cilat nuk ishin deklaruar dhe për të cilat nuk ishte paguar taksën e aksizës. Policia kufitare i bllokoi menjëherë madhrat dhe finalizoi arrestimin e drejtuesit të automjetit, duke vënë pranga për veprën penale kontraband me madhra që paguajnë aksiz. Madhrat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet proceduriale u referuan prokurisë së Korçës për vijimin e hetimeve. Policia kufitare e Kapshticës thekson se kontrollet intensive do të vijojnë për të parandaluar çdo tentativë për futjen e madhrave kontraband në territorin shqiptar. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ndërmarrë masa drastike ndaj disa punonjësve të rendit pas hetimeve të kryera në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit. Rastet të dhunës për ndjekjes drejtimit të mjetit në gjendje të dehur dhe shpërdorimit të detyrës janë dokumentuar në 3 qytete të ndryshme të vendit, duke çuar në arrestime dhe pezullime nga detyra. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka goditur disa raste flagrante të shkeljeve brenda strukturave të uniformave blu, pas hetimeve të thedhuara në bashkëpunim me organet e drejtësisë. Masat e fundit vijnë si pasojë një strategjie të re për rritjen e integritetit dhe luftën kundër abuzimit me pushtetin policor. Në kryeqytet është arrestuar një inspektor i patrullës së përgjithshme pranë komisariatit të policisë numër 4, pas kallëzimit penal të bërë nga ish-partnerja e tij. Gruaja ka deklaruar se është përballur me dhunë fizike të përsëritur dhe për ndjekje nga ana efektivit, duke jetuar me frikë për sigurinë e saj personale. Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me AMP-n ka administruar provat e nevojshme që çuan në ndalimin e menjëhershëm të punonjësit të rendit. Ndërkohë, në qytetin e Korçës është arrestuar shefi i zyrës së inspektim për ndalimit pranë drejtorisë vendore të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Zyrtari është përfshirë në një aksident rrugor teksa i drejtonte një automjet tip Volkswagen Passat dhe përplasi një tjetër mjet Mercedes-Benz. Ai u largua nga vendi i ngjarjes ndërkohë që testi i alkoolit të rezultoi pozitiv, duke konfirmuar se ndodhej në gjendje të dehur në momentin e përplasjes. Ndaj tij është urdhëruar arrest me burg. Rasti i tretë u shënua në Elbasan ku një inspektor i qarkullimit rrugor është pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës pasi dyshohet për shpërdorim të funksionit. Sipas hetimeve, efektivi ka ndërhyrë për të favorizuar drejtues mjetesh që kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor duke shmangur marrjen e masave administrative ndaj tyre. Në një deklaratë zyrtare, Agjencia e mbikëqyrjes policore konfirmoi se masat e marra janë pjesë e një angazhimi të saj për të garantuar ligjshmërinë, transparencën dhe rikthimin e besimit të publikut tek uniformat blu. Çdo shkelje, pa dallim pozite apo funksioni, do të ndiqet me rigorozitet dhe do të përballet me forcën e ligjit, thuhet në njoftimin e AMP-s. Mbrëmjen e 30 majit, Bashkia e Kavajës sheli zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2025. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive me pjesëmarrës të gjerë nga qytetarë të Kavajës dhe zonave përreth, si dhe nga përfaqësues të bizneseve vendase që promovuan produktet dhe shërbimet e tyre në funksion të turizmit lokal. Ceremonia e hapjes së sezonit turistik në Kavaj shënoi një moment të rëndësishëm për jetën kulturore dhe ekonomike të qytetit. Në fjalën e tij,
kryetari i bashkisë, zoti Fisnik Qosja, theksoi përkushtimin e strukturave bashkiake për të garantuar një sezon të suksesshëm dhe ftoi turistët të vizitojnë Bregdetin e Kavajës, jo vetëm për bukuritë që i ka falur natyra, por edhe për turizmin elitar e funksional që ofron qyteti gjatë gjithë vitit. 365 ditë Bashkia Kavaj ka sezon turistik sepse e ka falë zoti me det, me kodra, me lugina, me fusha. I them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Malin e Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Generalit. Kavaja ka resurse pafund. Që ju ftoj të gjithëve të vizitojmë këto resurse që ne ka falë Zoti. Pas fjalimeve, festa vazhdoi në tingujt e këngëve dhe valleve tradicionale të drejtuara nga koreografët Kavajas, Ibrahim Roçi dhe Myrteza Dimri. Në sken performuan artistë të njohur të muzikës shqiptare, si Eneda Tarifa, Stresi, Ledri Vulja dhe Florisiano, të cilët ndezën atmosferën mes duar trokitjeve të publikut. Çunat gango, ku janë sot? Drita TV u ndal më pas pranë stendave të bizneseve pjesëmarrëse, ku veçohen figura të njohura të sipërmarrjes dhe artizanatit lokal. Ndërta, Fatbardh Belba, pronari një kantine vere me çmime ndërkombëtare, shprehu gatishmërinë për të qenë pjesë e panairit dhe për të promovuar prodhimin vendas. Sot ne këtu hapim sezonin turistik, kjo është i traditë. Tani më çdo vit bëhet këtu në rotondën e Golemit, pra Golemi është një atraksion shumë i mirë për përthitjen e turistëve nga gjithë bota. Kantina Vere Belbës është një kantinë që i ofron turistëve fjalë i diçka shqiptare. Ne përveç se jemi krenar që jemi në Kavaj, po kemi edhe krenarinë më të madhe që i japim turistëve fjalë, i mundsojmë këtë lloj produkti që është me gjëmeni diçka që bën ta qym urën lidhëse ndërmjet të qym turistët dhe edhe produktet tona shqiptare. Ne jemi krenar sepse produkti jonë ka pas vlerësime edhe ndërkombëtare, me fjalë përveç vlerësime kombëtare që ne kemi bërë konkurse ndryshme me fjalë në Shqipëri. Në mesin e artizanëve, vëmendjen tërhoqi një mjeshtër i qypave, i cili kishte trashëguar profesionin e punimeve me balt nga familja dhe po e transmeton tashmë edhe te djali i tij. Ai shprehu kënaqësinë që ky profesion ende vlerësohet dhe ruhet. Kjo te unë kam zanat brez pas brezi, jam pothuajse brezi i pestë. Edhe kam traditë vjetër. E kam rujt, pretendoj, po shpresoj që do ta morin edhe fëmijët. I pranishëm në aktivitet ishte edhe shkrimtari Shefik Myftiu, i cili kishte ekspozuar librat e tij. Edhe pse pranoi se interesi për librin ka rënë ndjeshëm, ai theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në këto aktivitete. Krahas hapjes sezonit plazhit bëhet edhe promovimi i librave edhe punimeve artistike për balte, çdo gjë që prodhohet në Kavaj. Unë të që kam hyrë sferës librave dhe kam publiku këtu 13 tituj librësh. Panairi vuri në pah edhe profesionet të tjera të artizanatit, si punime dore, çanta të thurura dhe qilima tradicional, që mbartin një vlerë të madhe artistike dhe përfaqësojnë trashëgiminë kulturore të qytetit të Kavajës. Mbrëmja u mbyll në tingujt e muzikës dhe një atmosferë festive, ndërsa të pranishmit u shprehen të sigurt se ky ishte vetëm fillimi i një vere plot gjallëri për turizmin Kavajas. Eci me zhvillimet nga rajoni, për herë të 24 me radhë deputetët e Kuvendit Kosovës nuk arritën të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Mungesa e konsensusit mes partive dhe refuzimi për të propozuar emra në komisionin ad hoc ka futur vendin në një krizë të thellë institucionale. Kosova vazhdon të përballet me një ngërç të thellë politik. Edhe këtë të shtunë për të 24-ën herë radhazi, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet duke zgjatur më tej krizën institucionale, që pasoi zgjedhje parlamentare të mbajtura në muajin shkurt. Në seancën e fundit të mbajtur më 31 maj partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës,
Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish të propozojnë emra për formimin e komisionit ad hoc i domosdoshëm për vijimin e votimeve për kryetarin e kuvendit. Kjo solli ndërprerjen e seancës, e cila pritet të rinisë të hënën. Propozimi për të kaluar në votim të fshehtë për postin e kryeparlamentarit është bërë nga kryesuesi i seancës Avni Dehari më 1 maj, pasi kandidatja e vetvendosjes Albulena Haxhiu nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme në disa votime të hapura. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorit ndërkombëtar për zhbllokimin e situatës dhe krijimin e institucioneve të reja, bllokada politike vazhdon. Derisa të përfundojë konstituimi i kuvendit dhe të zgjidhet kryetari dhe 5 nënkretarët e tij, nuk mund të ndërmerren hapa për formimin e qeverisë së re. Ky ngërç po thellon pasigurinë në vend dhe po ndikon drejt për drejt në funksionimin demokratik të institucioneve. Kriza politike vjen si pasojë e shpërndarjes së fragmentuar të mandateve në kuvend dhe mungesës së një marrëveshje për krijimin e shumicës qeverisëse. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryenegociatori për dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, ka shprehur pakënaqësi të thella ndaj Bashkimit Evropian, duke akuzuar institucionet europiane për një qasje të njëanshme që favorizon Serbinë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve. Ai thekson se Kosova është vënë në një pozicion jo të barabartë dhe nuk duhet fajsuar për ngecjen e dialogut. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryenegociatori për dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, ka shprehur pakënaqësi të thella ndaj Bashkimit Evropian, duke akuzuar institucionet europiane për një qasje të njëanshme që favorizon Serbinë në negociatat për normalizimin e marrëdhënieve. Ai thekson se Kosova është vënë në një pozicion jo të barabartë dhe nuk duhet fajsuar për ngecjen e dialogut. Në një intervistë për Deutsche Welle, Besnik Bislimi sqaroi objektivat e dialogut në Bruksel, ku sipas tij qëllimi kryesor ka qenë normalizimi i plotë i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe mbështetja e zbatimit të marrëveshjeve paraprake. Ai theksoi se ndërhyrjet e shteteve mike kanë prodhuar një marrëveshje të ndërmjetme të njohur si marrëveshja bazike e Brukselit ose marrëveshja e Ohrit, e cila përfshin edhe marrëveshjet e mëparshme. Bislimi theksoi se përkundër faktit që shumica e marrëveshjeve kanë kërkuar veprime nga ana e Kosovës, lista e mospërmbushjes së detyrimeve është 2 herë më e gjatë për Serbinë. Kjo sipas tij dëshmon se Serbia është palë më pak bashkëpunuese në proces. Ai hodhi poshtë idenë e fajsimit të Kosovës për stagnimin e dialogut dhe theksoi se Kosova kurrë nuk ka pranuar marrëveshjen për asociacionin me Serbinë. Ai e përshkroi marrëveshjen si një transaksion mes palëve ku Serbia kërkonte krijimin e asociacionit, garancin mbi veprimet e ushtrisë së Kosovës në veri dhe hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në lidhje me rolin e Bashkimit Evropian, Bislimi u shpreh qartë se kjo e fundit ka qenë e njëanshme duke favorizuar kërkesat e Serbisë për arsye se Serbia shihej si pala më e fortë në dialog për shkak të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe statusit të kandidati. Ai shtoi se kjo ka krijuar një pabarazi në tavolinën e negociatave, ku të gjithë presioni ka qenë mbi Kosovën. Në përfundim, Bislimi shprehu shpresë se ndryshimet në struktura drejtuese të Bashkimit Evropian do të sjellin një qasje më të drejtë dhe do të vendosin Kosovën dhe Serbinë në pozicione të barabarta në negociata. Për herë të parë që pas nisjes së protestave studentore në nëntor, presidenti serb Aleksandar Vučić pranon publikisht se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Deklarata e tij vjen mes akuzave për mungesë transparence dhe thirrjeve për bojkot nga organizata e studentëve. Pas muajsh të tërë protestash të vazhdueshme nga organizata studentore, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar për herë të parë publikisht mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme. Gjatë një vizite në qytetin Zaječar në lindje të vendit Vučić, ju përgjigj në mënyrë sfiduese pyetjeve të gazetarëve që e akuzonin se po shmangte votimet. Kur të përfundojnë përgatitjet për ekspozitën ndërkombëtare Expo 2027 do t'i shpallim zgjedhje. Studentët bën një gabim të madh. Mendova se do ta zgjidhnim ndryshe, por kjo mundësi nuk ekziston më. Do t'im poshtim bindshëm, deklaroi kreu i shtetit serb. Kjo deklarat përfaqëson një kthes të fortë në qëndrimin e tij, pasi më herët kishte refuzuar çdo kërkesë për zgjedhje të parakohshme. Protesta studentore nisën në nëntor të vitit të kaluar duke kërkuar ndalimin e manipulimeve elektorale dhe më shumë hapësirë për përfaqësim të pavarur. Organizatat e tyre tashmë kanë bërë thirrje që partitë opozitare të mos marrin pjesë në zgjedhjet e paralajmëruara, duke lënë hapësirë për lista që do të përfaqësojnë drejt për drejt protestuesi. Zhvillimet politike pritet të intensifikohen pas përfundimit të përgatitjeve për Expo 2027, e cila po shërben si pikë referimi për caktimin e afatit elektoral.
Do të ecim me zhvillimet nga bota. Ministri i Jashtëm gjerman deklaroi se Berlini mund të ndalojë dërgimin e armëve në Izrael nëse ekziston rreziku që ato përdoren në rripin e Gazës. Për herë të parë që prej fillimit të luftës, edhe kancelari gjerman Merz kritikon publikisht Tel Avivin për veprimet ushtarake në territorin palestinez. Gjermania, një nga aleatët më të ngushtë të Izraelit në Evropë, por i shikon për herë të parë që nga fillimi i luftës në Gaza dërgimin e armëve ndaj këtij vendi. Ministri i Jashtëm gjerman Johann Waderfull deklaroi se Berlini do të shqyrtojë me kujdes çdo kërkesë të re për armatim dhe nuk do të autorizojë më dërgime që mund të përdoren kundër civilëve në territorin palestinez. Është e qartë që Izraeli ka të drejtën legjitime të vetëmbrojtjes përballë kërcënimeve serioze si nga milicia Houthi, Hezbollahu apo Irani, dhe për këtë armët gjermane mund të jenë pjesë e mbrojtjes së tij. Por ajo që po ndodh në Gaza ngre pikpyetje të forta në lidhje me përputhshmërinë me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Ne po e shqyrtojmë këtë dhe bazuar në vlerësimin ton do të vendosim për miratimin ose jo të dërgesave të mëtejshme, deklaroi Waderfull. Ndërkohë edhe kancelari gjerman Friedrich Merz u shpreh për herë të parë me tone të forta kritike ndaj veprimeve ushtarake të Tel Avivit. Në një intervistë për programin Forum Europa, Merz tha: "Sinqerisht nuk e kuptoj më me çfarë qëllimi po vepron ushtria izraelite në Gaza. Vënia në shënjestër e popullsisë civile nuk mund të justifikohet më si luftë kundër Hamasit." Qëndrimi i qeverisë gjermane sinjalizon një largim të dukshëm nga mbështetja e pakushtëzuar ndaj Izraelit dhe për herë të parë në dekada vë në balancë të drejtën e mbrojtjes së shtetit hebre me respektimin e ligjit ndërkombëtar humanitar. Waderfull nga ana tjetër theksoi gjithashtu të drejtën e palestinezëve për të jetuar në paqe në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe theksoi nevojën për një zgjidhje me dy shtete si e vetmja rrugë për t'i dhënë fund konfliktit. Ky ndryshim i tonit dhe qëndrimit nga Berlini mund të sinjalizoj presione më të mëdha diplomatike mbi qeverinë izraelite në javët në vijim, si dhe një rikthim të çështjes palestineze në prioritetet politike të politikës së jashtme europiane. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit ka lëshuar një ultimatum ndaj Hamasit duke kërkuar pranimin e një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndalimin e luftës. Ndërkohë, Gaza mbetet në intensitet të lartë bombardimesh dhe në prag të zisë së Bukës, ndërsa komuniteti ndërkombëtar paralajmëron për një katastrofë humanitare. Tensioni në lindjen e mesme ka arritur një tjetër kulm teksa ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka paralajmëruar grupin militant Hamas se do të përballet me shkatërim të plot nëse refuzon të pranojë një propozim artik kanë zbuluar për media disa nga pikat kryesore të planit. Ai parashikon një pauzë 60 ditore në luftim me garanci për negociata serioze, drejt një armëpushimi afatgjat dhe një marrëveshje që do të ndalonte rifillimin e ofensivës izraelite pas lirimit të pengjeve, një skenar që sipas tyre u përsërit në mars. Sipas draft marrëveshjes, Hamasi do të lironte 10 pengje izraelite të gjallë në këmbim të mbi 1100 të burgosurve palestinez, përfshirë më shumë se 100 persona që vuajnë dënime të gjata për sulme me pasoja fatale. Ndërkohë situata humanitare në Gaza vazhdon të përkeqësohet. Kombet e Bashkuara kanë lëshuar një tjetër alarm duke përshkruar enklavën palestineze si vendi më i uritur në tokë. 100 persona janë zhvendosur brenda 2 javëve të fundit, ndërsa zonat e urdhëruara për evakuim përfshin rreth 30% të territorit të Gazës. Përpjekjet ndërkombëtare për një zgjidhje politike të konfliktit mbeten të vështira, ndërsa rreziku për një katastrofë të pakthyeshme humanitare shtohet ditaditës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur rritjen e taksave doganore për importet e çelikut dhe aluminit nga 25% në 50% në përpjekje për të forcuar industrinë e brendshme dhe për të frenuar varësinë nga vendet e huaja, sidomos Kina. Ai gjithashtu premtoi investime miliarda dollarësh në sektor dhe shpërblime për punëtorët amerikanë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar një vendim të fortë për ekonominë amerikane. Nga e mërkura tarifa doganore për importet e qelikut dhe aluminit do të dyfishohen duke kaluar nga 25% në 50%. Lajmin e bëri publik gjatë një tubimi në Pennsylvania, një ndër rajonet më historike për industrinë e rënda amerikane. Në fjalimin e tij përballë qindra punëtorëve të qelikut, Trump deklaroi se qëllimi i këtij vendimi është të mbrojë prodhimin kombëtar, të forcojë zinxhirin e brendshëm të furnizimit dhe të reduktojë varësinë nga importet e huaja, me theks të veçantë ndaj Kinës. Ai paralajmëroi gjithashtu një investim të madh prej 14 miliard dollarësh në sektorin e qelikut nëpërmjet një partneriteti të ri midis USA Steel dhe kompanisë japoneze Nippon Steel. Megjithatë, duke folur më vonë për gazetarët, Trump
pranoi se marrëveshja ende nuk ka marrë miratimin përfundimtar nga shtëpia e bardhë. Do të ketë 0 largime nga puna dhe 0 zhvendosje të prodhimit jashtë vendit, tha ai. Çdo punëtor amerikan i qelikut do të përfitojë një shpërblim prej $5.000. Një nga shqetësimet më të mëdha të sindikatave në këtë partneritet është respektimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja e të drejtave të punëtorëve amerikan. Trump theksoi se tarifat e reja do të shërbejnë si një pengesë e fortë për konkurrencën e jashtme. Me 50% nuk do të mundem më të kapërcejnë gardhin, tha ai me një gjuhë simbolike dhe sfiduese. Presidenti amerikan nuk kurseu as retorikën patriotike në fund të fjalimit duke lidhur rëndësinë e qelikut me sigurinë kombëtare. Nëse nuk e qelik, nuk e vend. Dhe pa qelik s'mund të bësh as ushtri. Çfarë do të bëjmë? Ti kërkojmë Kinës qelik për tanket tona? Aktualisht rreth 25% e qelikut të përdorur në Shtetet e Bashkuara importohet nga vende të tjera përfshirë Kanadan dhe Meksikën, një realitet që Trump e ka kritikuar vazhdimisht duke e cilësuar si një kërcënim për ekonominë dhe sovranitetin industrial të vendit. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 2 qershor 2025 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm dhe i ngrohtë, me kthjellime dhe diell gjatë gjithë ditës. Vranësira kalimtare pritem vetëm në zonat malore në orët e vona të pasdites, pa reshje. Temperatura minimale do të jetë rreth 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jetë si më poshtë. Shkodër 13 deri në 28 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 26 gradë. Peshkopi 11 deri në 24 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 28 gradë. Durrës 17 deri në 25 gradë. Kavaj 15 deri në 24 gradë. Elbasan 14 deri në 27 gradë Celsius. Berat 16 deri në 27 gradë. Korç 12 deri në 23 gradë. Vlorë 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 15 deri në 27 gradë. Sarand 16 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 qershor 2025 do të ketë mot të qëndrueshëm dhe kryesisht me diell gjatë gjithë ditës. Vranësira kalimtare do të shfaqen në zonat malore, pa reshje të pranishme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 8 metër për sekond, duke u bërë më e fortë në disa lugina, ku mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 10 deri në 24 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 23 gradë. Skënderaj 9 deri në 22 gradë Celsius. Pej 10 deri në 24 gradë. Prishtinë 9 deri në 25 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 24 gradë. Malishev 10 deri në 23 gradë. Gjilan 9 deri në 24 gradë. Ferizaj 9 deri në 24 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 23 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 23 gradë. Prizren 10 deri në 24 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju falenderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim në edicione të tjera.